Mirëmëngjesi të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Gjykata Supreme ka vendosur të refuzoj si të pa bazë ankesën e Partisë Demokratike të Ashkalinjve, e cila kundërshtonte një vendim të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Me këtë vendim, Supremja e ka hapur rrugën që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve t'i shpall rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve. Ndërkohë, lëvizja vetëvendosje ka paralajmëruar ankesë për ta përsëritur procesin e votimit me post në diasporë. Presidentja Vjosa Osmani takoi dje sekretarin e përgjithshëm të Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal Amer Kapetanović. Ata diskutuan lidhur me përparimin e Bashkëpunimit Rajonal. Në njoftimin e presidencës thuhet se presidentja Osmani theksoi rëndësinë e procesit të Berlinit, barazisë në nismat rajonale dhe zbardhjen e fatit të zhdukurve. Ajo gjithashtu potencoi rëndësinë e fuqizimit të grave dhe përkushtimin e Kosovës për integrim rajonal. Vazhdojmë me lajme të tjera. Në mes të protestave masive kundër qeverisë Aleksandar Vučićit, opozita në Serbi ka propozuar krijimin e një qeverie kalimtare për ta zgjidhur krizën politike. Ky propozim synon t'i përmbush kërkesat e studentëve dhe të garantoj zgjedhje të lira. Vučić e ka refuzuar idenë duke quajtur një përpjekje për grushtet me mbështetje nga perëndimi. Në mes të protestave masive kundër qeverisë Aleksandar Vučićit dhe mobilizimit të mbështetësve të tij, opozita ka propozuar krijimin e një qeverie kalimtare si zgjidhje për krizën politike. Sipas liderëve opozitar, kjo qeveri do të kishte për qëllim përmbushjen e kërkesave të studentëve, luftën kundër korrupsionit dhe përgatitjen e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Po punojmë me kolegët opozitar për të formuluar një propozim për daljen nga kriza përmes një qeverie kalimtare. Ky propozim duhet të ketë mbështetjen e gjerë, sepse vetëm kështu mund të jetë i suksesshëm, tha Radomir Lazović nga Fronti i Gjelbër Majtas. Në anën tjetër, presidenti Vučić ka hedhur poshtë këtë mundësi, duke akuzuar protestuesit se duan të marrin pushtetin me dhunë. Vučić nuk vepron më si president i të gjithë qytetarëve, por si pjesë e problemit. Nuk ka një mekanizëm institucional për të dalë nga kriza, ndaj po përdor strategjinë e friksimit. Aksioni i tij për kundër miting është shenjë dobësie, jo forcë, thot Dušan Janjić, analist politik. Derisa studentët po bëjnë përgatitje për protestën e 15 marsit, edhe mbështetësit e Vučićit janë sjellë të organizuar për të marrë pjesë në kundër mitingje. Kjo situatë po tensionon më tej vendin. Vlerësohet se mënyra se si qeveria do të përgjigjet ndaj protestës mund të jetë vendimtare për të ardhmen politike të vendit. Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Ahmet Ismaili, mirëpriti misionin e Fondit Monetar Ndërkombëtar të kryesuar nga David Amaglobeli, shef i misionit për Kosovën, për rishikimin e fundit të marrëveshjes stand-by dhe programit për qëndrueshmëri. Misioni do të qëndrojë në Kosovë deri më 21 mars, ku ekipi nga Washingtoni do të angazhohet në diskutime tematike me ekzekutivin dhe personelin e Bankës Qendrore, si dhe do të realizojë takime me institucione të tjera në vend. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, Qeveria e Kosovës dhe konsorciumi zbatues kanë ndarë 41 bursa për rundin e 15 të programit Youngsell. Programi synon zhvillimin e qeverisjes së mirë dhe forcimin e institucioneve publike. Studentët bursist do të kenë mundësi të ndjekin studimet e avancuara në universitetet më prestigjioze të vendeve të Bashkimit Evropian. Të nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne. Mirupafshim.